Mirë dita. Mësimin e radhës e kemi konstruktivi i normales së drejtës e cila kalon nëpër pikë të jashta drejtës. Vizatimi i bërë vetëm me vizore dhe kompas quhet konstruksion. Në vizatim është paraqitur drejtëza AB dhe pika P që nuk shtrihet në drejtën AB. Do me thënë, kemi largesa ndërmjet pikës P dhe drejtës është e paraqitur në një segment. Nga pika P është të rritur largësia më e shkurtër ka drejtëza AB. Në qoftë se vazhdojmë segmentin e fituar nga të dy anët, do të fitojmë drejtësën. Kjo drejtëse është normale në drejtësën tjetër. Drejtësa e fituar është normale në drejtën AB, respektivisht formon këmbë të drejtë me drejtën AB. Në shembullin në vijim do të tregoj si konstruktohet vetëm me vizore dhe kompas normalja e drejtësës nga pika e cila gjendet jashta drejtësës. Vizato drejtësën P dhe një pikë P që nuk shtrihet në drejtës. Konstrukto drejtësën N që kalon nëpër pikën P dhe të jetë normal me drejtësën P. Pra marrim drejtësën P dhe pikën P jashtë asaj. Do me thënë pika P nuk është element i drejtës P. Me kompasin, me hapje sipas dëshirës, bëjmë një harkë e cila e pretën drejtësën P në dy pika. Pra e ka prerë në pikën A dhe pikën B. Prej pikës A dhe prej pikës B me anë të kompasit me hapje AP bëjmë një hark edhe lart drejtës dhe poshtë. Gjithashtu edhe prej pikës B dhe për një lloj marrim pikpreja e këtyre dy harqeve janë pikat P dhe E. Nëpër këto dy pika tërheqim drejtësën e cila është normal në drejtën e dhënë. Pra kjo është drejtësa N. Drejtësa N është normal në drejtën P. Pra në këtë mënyrë kemi bërë konstruktimin e drejtës N që kalon nëpër pikën P dhe është normal në drejtën AB ose drejtën P. Këtë do të përshkruhemi me fjalë, do të thënë përshkrimi i konstruksionit. Vizatojmë drejtën P dhe pikën P jashta drejtës, me kompas vizatojmë dy harqe të njëjtë rrethor me qendër në pikën P, ashtu që harqet e presin drejtën P në dy pika të ndryshme A dhe B. Pastaj vizatojmë nga dy harqe prej pikave A dhe B me hapje të kompasit AP dhe BP në anë të kundërta të drejtës P, të cilat priten në pikat P dhe E. Nëpër pikat ose nëpër pikprerjen e harqeve, pikat P dhe E tërheqin drejtën N e cila është normal në drejtën P. Për dy drejtësa që priten dhe formojnë këmbë të drejtë, themi se janë drejtësa normale ose reciprokisht normale. Konstrukto drejtësën nëpër pikën P që është normale në drejtën e dhënë AB. Pra me kompas prej pikës P bëjmë një hark i cili do të presë drejtën AB në dy pikat, në D dhe C. Pas prej pikave D dhe C, me hapjen e kompasit, me hapjen e njëjtë të kompasit, bëjmë harqe poshtë. Pikpreja e harqeve dhe pika P përcaktojnë një drejtës e cila është normal në drejtën e dhënë. Kalojmë më tutje, konstrukto trekëndshëm me brinjë 10 cm, 7 cm dhe 3,5 cm. Pastaj tërhiq drejtën në përkulmin C normal në brinjën AB.
Pra marri i brinjën AB 10 cm, me kompas 7 cm, për anës tjetër me kompasin tërheqim 3 prej 5 cm, të cilat priten në një pikë, dhe në pikë prej është në kulmi i trekanshit. Pas në për atë kulm, me kompas bë një hark, i cili e prejtën brinjën AB në pikat D dhe E, dhe prej D-s dhe E-s tërheqim harqet të cilët priten në një pikë. Në pikëprejën e këtyre harqeve dhe kulmin e trekanshit kalon drejtëza e cila është normale në pikën C dhe kalon në pikën M. Detyra shtëpie, klasa e 8, faqja 195-196, detyra 1 dhe 3. Ditën e mirë, miru dëgjofshi.